I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Peter Sorensen, do ta vizitojë sot Kosovën për herë të parë prej se e mori detyrën në fillim të shkurtit për t'u takuar me zyrtarë të lartë të vendit. Sorensen do të pritet fillimisht nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani mëngjesin e së hënës, para se të takohet me kryeministrin Albin Kurti dhe kryenegociatorin Besnik Bislimi, njoftuan autoritetet kosovare. As presidenca dhe as kryeministria nuk dhanë më shumë ushtri rreth takimeve ndarëse që Osmani dhe Kurti do të mbajnë me Sorensin. Sorensen ende nuk e ka ndërmjetësuar ndonjë takim të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, por ka punuar kohëve të fundit për mënyrat për ta çuar përpara dialogun, duke takuar ndarë zyrtar nga të dy vendet. Në takimin e fundit të Brukselit në ndërmjetësimin e Lajçakut më 17 dhjetor, Kosova dhe Serbia u pajtuan për zbatimin e plotë të deklaratës së përbashkët për personat e zhdukur. Marrëveshja e cila nuk është nënshkruar, është ligjërisht e detyrueshme për palët, ka thënë bloku, i cili ka akuzuar Kosovën dhe Serbinë për mosnisjen e zbatimit të paktit. Në të kaluarën, lider të Kosovës nisur nga presidentja e vendit Vjosa Osmani deri te kryeministri Albin Kurti e kanë kritikuar Lajçakun për qasje të pabalancuar në dialog dhe rreshtim me raste krahas Serbisë. Sorensen, për dallim nga paraardhësi i tij, do të merret vetëm me dialogu ndërmjet dy vendeve fqinje dhe jo me çështje rajonale të Ballkanit. Emërimi i Sorensenit është parë si pozitiv, duke qenë se 57 vjeçari e njeh rajonin. Diplomat prej shumë vitesh, ai ishte angazhuar në Kosovë në kuadër të misionit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe në role të tjera në Serbi, Maqedoni të Veriut, Bosnjë Hercegovinë.